3 ditë në shesh dhe e dëgjoj një thirrje, Shqipëria kërkon revolucion. Dua sot ta ndryshoj dhe të them, Shqipëria po bën revolucion. Shqipëria po bën. Shqipëria po bën. Shqipëria po bën revolucion. Po bën. Shqipëria po bën. Tani jam shumë e sigurt që të gjithë juve e keni parë zonjën analfabete. Po, e dini për kë po flas, besoj. Për Zegjinen, po, për atë. Vajti zonja analfabete dhe na çoi dy qese. Thërrime i themun, asgjë më shumë. Xhaxhi Dreshat të shkreti që ishte vetëm se ja kanë përzen fëmijët. Dhe në fund, ishte edhe një 5.000 lekë në dorë. Ishte këputur. Dhe na tregoj që shiko se po bëj bamirësiun, po i çoj Zoti Dreshat 2 pira që të pi ilaçet. Kupton? Po nuk e di që Zoti Dreshat i pi për ditë ato ilaçet. Dhe si pje tani, a pijen ilaçet me pira? Po ore, po një pensionist do pira, apo do një pension të lartë, se i ka pensionet 100.000 lekë, nuk po hanë do të bukë, dhe ajo shkoni jetë thërrime, ja kështu tale këta me ne, i gënjej pensionistët, me të pira të shkretët dhe i marrin votën, ja këtu kemi përfunduar ne, ky është. Atëhere, Zegjinea këk mëk, këtë vit do ta çojmë në klasë të parë dhe unë them që ne të sheshit t'i bëjmë dhurat një abetare. Dhe në ofertë ka dhe numratoren që të filloj të numëroj, të di se si të numëroj. Ashtu. Dhe numratorin do t'a blejnë të gjithë pensionistët në atë 100.000 lekëshin që ja u japin, të gjithë ta do japin, do kontriboni tash, do hapin një GoFundMe për Zegjinen. Kuptoni ju? Po u morë me Zegjinen, po duhet të kthehemi te Shqipëria që po digjet, po përbëllohet, po digjet mundi shqiptarve, po digjet shtëpit, po digjet e gjithë jeta e shqiptarit. Sepse jeta e shqiptarit e gjithë jeta e shqiptarit e shtëpia. S'ka asnjë lloj pasurie tjetër shqiptari, vetëm shtëpin ka. Kush e ka? Se shumica ne këtu jemi me qëra. Dhe nxjerr Lanti do t'i them më shkurt, se më pëlqen më shumë, duket më i ri. Lanti, jo tau, Lanti. Edhe nxjerr ca video se gjasme po fikin zjarrin, edhe shkruan çfarë saktësi e thot. Saktësi të mbushësh kokën me ujë dhe të tallesh me zjarrin. Pash një video tjetër që zjarr fiksën ta të shkretës se do marrin rrogën në fund të muaj, kishin vajtur me gjethe fiku. Po fiknin zjarrin me gjethe fiku. Pash edhe një tjetër që kishte marrë pompën që s'përkat rushin do fikte zjarrin. Ja këtu jemi katandisune. Ka që kisha unë për sot, Shqipëria po bën